Kultivimi i shërbelës ka pësuar një rënje të dukshme në vitet e fundit, e cila lidhet me mungesën e politikave të duhura që mundësojnë mbështetje për fermerët e kësaj kulture, sipas shefit Sherif Brahis, përgjegjës në Agjencinë Rajonale të Ekosistemit Bujqësor në Shkodër. Kjo kulturë është më e prekura në zonën e Malësisë së Madhe. Ai thekson se një nga zgjidhjet kryesore për përmirësimin e situatës është formalizimi i tregut, i cili do ndihmonte në fuqizimin e fermerëve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të kësaj veprimtarie bujqësore. Kultura shërbelës është kultura më e goditur në këtë aspekt. Janë edhe bimë të tjera, për shembull kultura helikrisumit, e mankthit, ishte një kulturë që fillimisht pa treg, gjithë fermerët destinuan në atë drejtim, por pikat e grumbullimit, ajo vitin e parë i sensibilizoi fermerët, i këshilloi fermerët dhe arriti që ta bllokoi prodhimin e tyre. Gjenur para këtyre kushteve fermerët hoqën dorë nga mirrja. Tani kjo sipërfaqe e kulturës mankthit është e kontraktuar, merret çdo vit nga pika e grumbullimit dhe është futur në rrjedhin e lishmërisë. Për kulturat e tjera duhet të ekzistojnë, duhet të arrijnë edhe shërbela të futet në rrugën e lishmërisë. E kontraktuar, të kufizohen sipërfaqet, të lënë kontrata dhe për sasinë e kontraktuar të evaduohet prodhimi. Ka shumë fermerë që kanë heqë dorë nga kultivimi këtyre bimëve, ato janë degradimit. Sfida me të cilat përballen kultivuesit e bimëve medicinale në Shqipëri lidhen ngushtë me mungesën e mbështetjes institucionale, mungesën e infrastrukturës për grumbullimin dhe proponimin, si dhe informalitetin e tregut. Këto probleme pengojnë zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit, duke ndikuar negativisht në të ardhurat e fermerëve dhe në potencialin eksportues të vendit.